Detaje të reja rreth zjarrit dhe tragjedisë që ndodhi në spitalin modular të Tetovës, ku 14 persona u dogjën të gjallë 4 vjet më parë. VMRO DPMN thotë se në fund të vitit 2023, ministri i atëhershëm Fatmir Mexhiti ngriti një kallëzim penal në prokurorinë për krim të organizuar dhe korrupsion, në lidhje me mënyrën se si u ndërtuan 16 spitalet modulare. Ata thonë se kanë të gjithë dokumentacionin sipas të cilit ndërtimi ishte i paligjshëm dhe pa miratim dhe spitalet nuk plotësonin kërkesat minimale. Sipas tyre, ministri i atëhershëm Venko Filipçe emëroi një person përgjegjës i cili dha miratimin për ndërtimin e spitaleve pa objektet që përmbushin kërkesat minimale. Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion thotë se nuk mund të jap një përgjigje gjatë fundjavës nëse është vepruar sipas raportit të ish-ministrit Mexhiti, megjithse kanë kaluar pothuajse 2 vjet që atëherë. Përndryshe, gjatë pandemisë Covid, Banka Botërore për Rindërtim dhe Zhvillim i dha Maqedonisë 30 milion euro për të përballur me krizën. Banka vlerësoi se Ministria e Shëndetësisë nuk kishte kapacitet, kështu që parat ju dha një njësie projekti në Ministrinë e Transportit dhe Komunikacionit. Megjithatë, siç shpjegon VMRO DPMN, personi përgjegjës për dhënien e miratimit për spitalet ishte një punonjës i kujdesit shëndetësor. Nuk kishte as specifikim teknik që duhet të ishte në përputhje me standardet minimale, as leje për përdorim, as spitalet modulare nuk ishin të regjistruara në kadastër, megjithatë ato u ndërtuan. Gjithashtu, sipas dokumenteve, në posedim të partisë, para zjarrit, në vend që të përmirësoheshin standardet, u bën ndryshime në ligjin për ndërtimin dhe objektet që fillimisht u plenë si mallra, u regjistruan si pajisje urbane me ndryshimet ligjore. VMRO DPMN akuzon ish-ministrin Filipçe se lejoi ndërtimin e spitaleve modulare me porosi, duke shpërfillur ligjet për ndërtimin dhe kujdesin shëndetësor. 2 drejtorët e spitalit modular të Tetovës janë aktualisht përgjegjës për vdekjen e 14 personave që u dogjën për vdekje dhe janë dënuar me 1 vit e 5 muaj burg për shkelje të rënda të sigurisë publike dhe mos instalimin e aparateve për fikjen e zjarrit. Spitali duhet të paguajë dëmshpërblim prej 1 milion denar. Ky është vendimi i dytë i gjykatës së Tetovës, pasi gjykata e apelit të Gostivarit e ktheu çështjen për gjykim vitin e kaluar.